Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Receta që po i habit të gjithë, merrni pak vaj ulliri dhe gjethe dafine dhe shëroni këto sëmundje. Dafina është një lloj druri që rritet në vendet mesdhetare, me gjethe gjithmonë të gjelbra dhe me një erë të këndshme që bën kokra të vogla me ngjyrë të errët. Gjethet e kësaj bime përdoren në mjeksi si gatim dhe si erëza për gjell. Kjo erëz ka një sër përfitimesh për shëndetin. Ajo ndihmon për të qetësuar nervat, për të trajtuar venat varikoze, lehtësuar dhimbjet e kyçeve dhe për të forcuar sistemin tuaj imunitar. Këtu ju do të gjeni të gjitha udhëzimet se si të përgatisni një recetë me gjethe dafine. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 30 gram gjethe dafine, një kupë vaj ulliri dhe garzë. I vendosni gjethet në një havan dhe i grini. Shtoni një kupë vaj ulliri. E përzieni përbërësit në një shishe. Mbajini në një ambient tepër të ftohtë të errët për 2 javë dhe pas 2 javësh hiqeni gjethet dhe mbylleni sërish shishen. Tundeni shishen thuajse çdo ditë që përbërësit të bëhen si një masë homogjene. Ruajini sërish në një ambient tepër të ftohtë për 2 javë. Pas 2 javësh filtrojeni përgatitjen duke përdorur sërish një garzë. Ruajini atë në një mbajtëse prej xhami. Masën e përgatitur e përdorni në pjesët ku keni dhimbje të shkaktuara nga artriti si duar dhe këmbë, duke i fërkuar me kujdes. Një pjesë e madhe e njerëzve vuajnë nga dhimbjet e gjurit pavarësisht moshës që ata kanë. Artriti, lëndime të ndryshme dhe njëkohësisht të papritura janë të gjithë faktor për dhimbjet e shkaktuara në gjunjë. Për eliminimin e këtyre dhimbjeve mund të përdorni këtë ilaç natyral i cili i shëron këto dhimbje menjëherë. Përbërësit që do t'ju duhen janë 1 apo 2 limon, vaj susami. Prijeni limonin në pjesë të vogla dhe më pas me një leckë pambuku lidhni limonin në të. Pas kësaj, zhyteni leckën e pambukut në vaj të nxehtë susami. Leckën e vendosni në zonën ku ju ndjeni dhimbje dhe e lini ashtu për të paktën 5 deri në 10 minuta. Siguroni që këtë procedurë ta përsërisni 2 herë në ditë derisa dhimbja juaj të largohet krejtësisht. Por paraprakisht është mirë dhe njëkohësisht e rekomandueshme që ju të konsultoheni me mjekun tuaj. Gjithashtu, dhimbja kronike mundet që të shkaktohet nga sëmundje të ndryshme. Një nga më të zakonshmet është edhe artriti i cili mundet të shkaktojë inflamacion. Kjo përzierje është tepër efektive dhe natyrale që do të zbusë dhimbjet në muskujt tuaj dhe gjithashtu do të luftojë inflamacionin përmes të 2 vajrave të dobishëm. Duhet thjesht të përzieni vajrat dhe t'i aplikoni direkt në lëkurën tuaj. Duhet të dini se cilësia dhe pastërtia e vajrave që ju përdorni në mënyrë të konsiderueshme ndikojnë në efektet e trajtimit. Përzieni 2 deri në 3 pika vaj esencial livando me disa pika vaj të kokosit dhe masazhoni kështu butësisht nyjet. Këtë trajtim e aplikoni para se të shkoni në shtrat dhe do të habiteni nga efektet e shpejta që ju do të keni. Ju nuk do të ndjeni dhimbje në gjunjë kur të çoheni në mëngjes dhe mpirja e dhimbjeve gjithashtu do të reduktohet. Pas vetëm 5 ditëve të përdorimit të kësaj përzierje, dhimbja juaj do të reduktohet ndjeshëm. Për më tepër siguroni ta holloni përzierjen, sidomos në qoftë se keni një lëkurë të ndjeshme. Kjo përzierje nuk rekomandohet për fëmijët. Sipas ekspertëve, edhe lakra ka një efekt tepër të dobishëm në të gjithë trupin e njeriut. Ajo stimulon butësisht punën e stomakut dhe zorrëve. Shëron mukozat, normalizon mikroflorën e zorrëve dhe ndihmon në asimilimin e proteinave. Jo gjithmonë ka nevojë të gatuhet për të përfituar nga vetitë e saj të pabesueshme. Ne këtu do t'ju tregojmë se si ju të përdorni lakrën për të trajtuar dhimbjet e kyçeve. Gjetja e lakrës ka një efekt analgjezik, kështu që ajo përdoret pa pasur nevojë për ilaçe.
Njerëzit të cilët e kanë provuar konfirmojnë se gjethet e lakrës janë një metodë efektive për të trajtuar dhimbjet në nyje dhe në kyçe. Në qoftë se ju keni inde të buta rreth kyçeve tuaja, atëherë lakra mundet që të jetë një bimë tepër e jashtëzakonshme e cila ju do t'ju vinë në ndihmë për shkak të efekteve të saj anti-inflamatore. Përveç kësaj mundet që të aktivizojë qarkullimin e gjakut në nyjet e prekura, pra parandalon në dhimbjet. Si të përdorni lakrën? Ky trajtim nuk është i komplikuar. Merrni një gjethje të mesme lakre dhe lajini atë me kujdes. Më pas aplikojeni në vendin ku ju keni dhimbje dhe ngjiteni kështu në lëkurën tuaj. Ju mundet ta aplikoni atë në vendin ku ndjeni dhimbje dhe mund të merrni më shumë se një gjethje nëse do ta ndjeni të nevojshme. Pasi ta vendosni lakrën në kyçet të dëmtuara, mbështilleni me një shall ose leshi të ngrohtë. Kjo do ta bëjë procedurën më efektive. Mbajini në këtë gjendje për 1 orë. Është mirë që ju ta vendosni në darkë para se të flini dhe ta hiqni në mëngjes. Efekti do të intensifikohet nëse ju do të përdorni lakër me mjaltë. Gjithashtu, sipas ekspertëve, përfitimet që ju do të keni për shëndetin janë të jashtëzakonshme. Pasi dhimbja e shpinës, këmbëve janë të tmerrshme dhe zakonisht janë si pasojë e stresit, qëndrimit të gabuar, stilit të pashëndetshëm të jetesës. Sidoqoftë ndonjëherë ndjeni dhimbjen, mirëpo vazhdoni ta injoroni atë, sepse jeni shumë të zënë me punën tuaj dhe pasi shkoni në shtëpi, dhimbja kthehet dhe ju nuk mund të qëndroni ulur, nuk mund të ecni e të tjerë. Në qoftë se edhe ju jeni viktime këtyre dhimbjeve, atëherë ne do t'ju prezantojmë një recetë e cila do të ndihmojë në shërimin e këtyre dhimbjeve. Përgatitja: ju duhet 150 gram gelatin, ujë të ftohtë. Futeni 5 gram gelatin në një gotë me ujë të ftohtë, përzieni atë dhe lëreni ashtu deri në mëngjes, por mos e futni në frigorifer pasi gelatina mundet që të ngrihet gjatë natës. Përdoreni këtë lëng çdo mëngjes me stomakun bosh derisa ju të filloni dhe të vëreni efektet e magjishme pas 1 jave. Vazhdoni ta përdorni për 1 muaj për të patur rezultate të përhershme. Nëse nuk ju pëlqen shija e kësaj pije, atëherë ju mund të shtoni pak mjaltë, lëng apo kos. Dhimbja në gjuhë është një nga problemet më të zakonshme shëndetësore padyshim. Disa nga shkaqet e këtyre dhimbjeve janë artriti, osteoartriti, artriti reumatoid, cistet e gjurit, fraktura, dëmtime dhe paqëndrueshmëritë e ligamentit. Shpesh për të kuruar këto dhimbje mund të bazoheni tek mjekësia alternative, e cila mund të rezultojë shumë efikase. Përdorimi i vajit të kokosit dhe piperit të kuq djegës mundet t'ju ndihmojë më shumë nga sa ju mund ta keni imagjinuar. Piperi i kuq përmban kapsaicinë e cila shkakton një ndjesi të ngrohtë rreth zonës së gjurit duke reduktuar kështu dhimbjen dhe ëndjen. Përbërësit që juve do t'ju duhen janë 2 lugë piper i kuq, 1 filxhan vaj ulliri. Përzieni këta përbërës për të përgatitur një pastë homogjene dhe aplikojeni atë në zonën e prekur. Përsëriteni këtë proces të paktën 2 herë në ditë për 1 javë. Vaji i kokosit ka gjithashtu veti shumë të fuqishme anti-inflamatore dhe për këtë ju duhet gjysmë filxhani vaj kokosi. Ngrojeni vajin për 3 minuta dhe pastaj aplikoni atë në gjuhë duke e masazhuar nëpërmjet gishtave. E lini që të veprojë për disa orë dhe pastaj lani pjesën e gjurit. Përsëriteni këtë procedurë 2 herë në ditë. Këshillohet të konsultoni me mjekun para çdo recete që vendosni ta aplikoni. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos t'i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj, para përdorimit,
konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.